Në zonën e quajtur Rëra e Hedhur në Shëngjin, shërparti i artillerisë bregdetare është shitur me vlerën qesharake prej 2.8 milion lekësh. Deputeti socialist Auland Balla, duke ju referuar dokumenteve zyrtare të firmosura nga vetë ministri Arben Imami, thotë se ky i fundit ka shitur një tokë në vlerën reale të tregut. Këto që shin janë mitralos të rënd kundër error, të cilat pasi Arben Imami shiti pronën e repartit ushtarak të artillerisë bregdetare, janë lënë këtu në mshirë të fatit, duke i shërbyer tashmë vetëm historisë dhe jo për të vënë në dispozicion të pronës së përbashkët të qytetarëve shqiptarë. Kjo pronë e përbashkët të qytetarëve shqiptarë sot shkon dëm këtu në një cep të pronës së zënë tashmë nga privatët. Sipas Ballës, ky repart është pjesë e skandalit të shitjes së plot 17 milion metër katror të trojeve të pronave të ushtrisë, të cilat Arben Imami po i tjetërson nga pronësia e shtetit dhe e qytetarëve në dorë të disa privatëve, klientëve të qeverisë. Deputeti socialist ka zgjuar këtë proces jo transparent dhe të paligjshëm.